ndaj forcave serbe. Ai për këtë është njoftuar gjithmonë nëpërmjet Femia Aganit dhe Sali Çekajt. Sipas tij, e gjithë përçarja ndërmjet UÇK-s ka ardhur nga Hashim Thaçi dhe Bujar Bukoshi. Ndërsa i ka bërë apel kryeministrit Thaçit dhe qeveritarëve që t'i kërkojnë publikisht falje familjes Jashari që e kanë tradhuar atë në luftë. Tahira i gjithashtu ka rrëfyer se gjatë luftës i gjithë armatimi në Durrës ka hyrë nën llupën e Xhavit Halitit. Ai ka treguar si është arrestuar në Durrës dhe i është kërkuar mito. Pikërisht për këtë është vrarë edhe Ahmet Krasniqi, ka thënë Tahiraj. Unë vetë ku ka marrë me 9 pizgaver ka marrë dhe me 2 kamiona ka marrë në Durrës, me janë blokuar. Në 97. Jo, në luftë për flasë. Në kohën e luft, 98 për flasë, më kanë blokuar aty, edhe o dashtë me mito. Me mito edhe me nxerë për jasaj. Kjo ka qenë një, edhe pikrisht dhe për këto vitit të Ahmet Krasniqi. Sepse kishtë një, edhe me bashkësi me shtetet tjera të Evropës, kishte armatimi që pritet vetëm nga vendet tjera. Është prit, neve kemi prit në Tiranë komplet me salimet gjithë që ta furnizojmë Tahir Zemen në Parapaçan, ta furnizojmë armatim, edhe u blloku armatimi. Armatimi i qeverisë së Kosovës u blloku në Durrës, nuk e leju.